Keni fryrje barku dhe gazra, jasi të shpëtoni nga ky siklet për 5 minuta. Ndjesia e fryrjes së stomakut shpeshherë nuk është gjithmonë imagjinata juaj, por është një problem i mirëfillt, i cili mund të ndikojë shumë në shëndetin tuaj dhe ka nevojë për një trajtim të specializuar. Ngrënia e ushqimeve të caktuara, vaktet me tepër krip, gjithashtu edhe shqetësimet e zorrve mund të shkaktojnë prishjen e mikroflorës suaj të zorrve dhe të ndikojnë në përkeqësimin e shëndetit tuaj të aparatit tretës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sipas Journal of Clinical Nutrition në Amerikë, një studim i vitit 2018 i kryer nga studiuesit në King's College London zbuluan se fibrat prebiotike të gjetura në ushqimet e caktuara mund të veprojnë si element ushqyes, sidomos kur keni probleme me traktin tretës edhe me aparatin tuaj digjesiv. Veç kosit që të gjithë e dimë se është shumë i rëndësishëm, hudhra është një tjetër ushqim i mrekullueshëm kur vjen puna te fryrja e barkut dhe problemet që ju kanosen nga shkaqet e konstipacionit. Një thelp i hudhër mund të veprojë gjithashtu si një lëndë mjaft e rëndësishme e mirëfillt për të mbajtur shëndetin e zorrëve tuaj më të fortë dhe për të parandaluar problemet e zorrëve. Dhe disa studime të ulëntuara nga Food Science and Human Wellness, hudhra në të vërtetë mund të nxjisë gjithashtu edhe rritjen e bakterieve miqësore, veçanërisht edhe në parandalimin e bakterieve të dëmshme që nxisin problemet në të njëjtën kohë. Shtimi i këtyre produkteve në dietën tuaj mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj specifik dhe të parandalojë komplikacionet që i kanosen tretjes së dobët dhe gjithashtu të nxisin një shëndet më të mirë. Nëse shpeshherë keni fryrje barku, probleme me konstipacionin, atëherë duhet të rregulloni edhe menunët tuaj ushqimore. Dhimbja e barkut, gazrat, fryrja e barkut janë shkaqet kryesore për problemet me tretjen, të cilat mund të krijojnë gjithashtu probleme të njëpasnjëshme. Ka ushqime të caktuara të cilat mund të shkaktojnë fryrje artificiale të stomakut dhe të nxisin gjithashtu përkeqësimin me shëndetin e zorrës. Nëse doni të evitoni fryrjet e stomakut dhe të mbarvani më mirë shëndetin tuaj, atëherë në dietën tuaj mund të shtoni këto produkte natyrale. Por cilat janë ushqimet më të mira të cilat mund t'i konsumoni për të evituar fryrjet e stomakut? Kivi. Kivi është një produkt fantastik i pasur me nivele shumë të larta të fibrave. Ekspertët thonë se ngrënia e të paktën 2 kivi në ditë për 2 deri në 4 javë mund të ndihmojë në eliminimin e problemeve të konstipacionit dhe të nxjisë të keni më pak fryrje të stomakut dhe një shëndet më të mirë tretës. Çaji në energjikut gjithashtu është një ndihmë shumë e çmuar që mund t'i japë shumë përfitime në rastin tuaj specifik, citon Healthline. Ky çaj mund të përbëjë recetën ideale për të përmirësuar tretjen dhe për të zgjidhur kështu problemet me stomakun. Studimet thonë një zëri se suplementet e energjikut mund të konsumohen rregullisht për 4 javë. Në këtë mënyrë do të përgjysmoni simptomat e problemeve me tretjen dhe do të shfryni stomakun e fryrë. Konsumi i bananeve në menunën tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më efektive të shëndetit tuaj tretës dhe jo vetëm. Ky frut është një nga burimet më të çmuara të fibrës, i cili ushqen bakteriet e mira të stomakut dhe do të përmirësojë tretjen tuaj. Gratë që hanë të paktën 2 banane për 2 muaj me radhë kanë një bark më të sheshtë dhe gjithashtu më pak probleme me konstipacionin. Kefiri është një ndihmë e çmuar në rastin tuaj specifik. Kefiri përmban enzima të rëndësishme që përmbajnë laktozën, një sheqer në qumësht që shkakton edhe probleme me stomakun. Pirja e kefirit në menunët tuaj ditore mund të ndihmojë me tretjen, të lehtësojë gjithashtu problemet me fryrjen, gazrat me të paktën 70%. Shtimi i xhenxhefilit në menunët tuaj ditore do të jetë një ndihmë shumë e mirë ushqyese kundër konstipacionit. Xhenxhefili është përdorur si një ndihmë për vite me radhë për të qetësuar dhe për të përmirësuar tretjen e dobët. Ai mund të qetësojë muskujt, të lejojë trupin të nxjerrë gazra dhe të lehtësojë edhe problemet e fryrjeve.
Gjinxheri ka përbërës të cilët mund të ndihmojnë në lehtësimin e komplikacioneve. Ai mund të ndihmojë gjithashtu në fryrjen e stomakut dhe lehtësimin e konstipacionit. Sigurohuni që ta përdorni atë në menun tuaj ditore si duhet dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike, rigjeneruese dhe ushqyese për sistemin tuaj tretës. Një tjetër produkt që mund të japë përfitime të mira për tretjen është edhe piepri. Piepri ka aftësi çliruese dhe ndihmon në eliminimin e ujërave të tepërt nga organizmi i njeriut. Ai shfryn stomakun dhe shërben gjithashtu si një zëvendësues natyral i elektroliteve, sepse është shumë i pasur me nivele të mira të kaliumit. Këto shumë të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore dhe parandalimin e konstipacioneve. Sigurohuni të bëni një përzgjedhje të duhur ushqyese në menun tuaj ditore dhe do ta keni më të lehtë të mbani larg komplikacionet dhe të përmirësoni kështu sistemin tuaj tretës. Për të pasur një bark të sheshtë, do ju duhet që vetëm të ndihmoni përveç dietës edhe me ushtrime të duhura fizike, të cilat do ju ndihmojnë të menaxhoni situatat tuaja dhe t'i vini në ndihmë organizmit dhe të balanconi gjithashtu problemet e fryrjeve. Disa ushqime për shembull të cilat mund t'i keni pjesë të dietave tuaja, mund të lehtësojnë problemet të fryrjes dhe të nxisin një organizëm të shëndetshëm dhe më të mbrojtur. Ekspertët të rendisin ushqyerjen e shëndetshme si një nga zgjedhjet më të mira që mund të bëni në dobi të vlerave të shëndetit. Në dietën tuaj mund të shtoni boronicat. Ato janë të pasura me minerale të vërteta ushqyese dhe me antioksidant, shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja ditore dhe lehtësimin e problemeve të konstipacioneve. Ato janë të pasura me element që nxisin edhe eliminimin e mbeturinave dhe toksinave të tepërta nga organizmi, përgjegjëse këto për entjen dhe fryrjen e stomakut. Janë të pasur me magnez, një prej mineraleve më të rëndësishme dhe më të çmuara në luftën kundër problemeve të rëndesës dhe fryrjeve të mëdha të stomakut. Sallata jeshile është një ndihmë e çmuar për sistemin tuaj tretës. Ajo siguron më shumë ujë në përditshmëri dhe gjithashtu do të rregullojë edhe shëndetin e zorëve të trazuar dhe do të nxjidë edhe në mënyrë diuretike tretjen tuaj, duke lehtësuar kështu eliminimin e tepritësisë së substancave përgjegjëse dhe entjen e saj. Kjo sallat mund të sigurojë përfitime të larmishme ushqyese në rastin tuaj specifik, të mbajë larg problemet e konstipacionit edhe të ofrojë një zorrë më të shëndetshme. Mollët janë një përzgjedhje shumë e rëndësishme për sistemin tuaj tretës. Ky frut ka një veprim të mirë diuretik, përmban nivele shumë të mira të ujit, antioksidantëve, vitaminave dhe mineraleve, të cilat do të lehtësojnë problemet e konstipacionit dhe do të sigurojnë gjithashtu një zorrë më të shëndetshme. Ajo përmban nivele të mira të elementëve ushqyes që ju mbajnë të ngopur për një periudhë më të gjatë kohore. Ato janë të pasura me nivele të larta të lëngjeve ngopse, të cilat do të evitojnë gjithashtu edhe fryrjet e stomakut dhe do të evitojnë problemet e konstipacionit. Nëse vuani prej fryrjeve të stomakut për një kohë të gjatë, duhet të tregoni të kujdesshëm me ushqyerjen. Shmangni ushqimet që shkaktojnë gazra. Ekspertët tregojnë se ushqimet të cilat mund të shkaktojnë fryrje të stomakut janë një nga shkaqet kryesore të gazrave të tepërt për ju. Gjithashtu tregoni më shumë kujdes me sasinë e kripës që konsumoni në dietë. Nëse vazhdoni që të jeni të fryrë, do të duhet të eliminoni kripën e tepërt nga konsumi i dietës suaj. Ushqimet e pasura me nivele të larta të sodiumit mund të ngadalësojnë trupin në procesin e largimit të lëngjeve të tepërta. Ndaj bëni një përzgjedhje të mirë ushqyes në rastin tuaj specifik, evitoni marrjen e sasive të tepërta të kripës nga dieta për të siguruar kështu një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Shtoni frutat natyrale në dietën tuaj ditore. Nëse po përpiqeni të evitoni fryrjen, atëherë mollët edhe ushqime të tjera natyrale mund të jenë pjesa më e rëndësishme e një diete të shëndetshme. Sigurohuni të ndiqni edhe një dietë ushqyese me produkte sa më të larmishme dhe të evitoni problemet e konstipacionit. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zhvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.